Në thjesht se Kosova duhet t'i ketë institucione dhe qytetari i Kosovës ka votu, prandaj duhet domthon me shumica ose fituesi i zgjedhjeve duhet me kujdes që procedurat me i kalu pikat agjendën deri në konsultim vet. Nuk duhet me llogaritin opozit. Opozita ka të drejtë me të votu kundër. Kjo demokratike, zoti ka. Ashtu vepron. Lista srpska, cilën e fajsun Meran, prej ministrave, deputetve, kutadiunet vetëvendosjes, as ti të keqe sot se ka bon. Ka abstenu, është e drejtë demokratike me abstenu. Po sot ishte fjala për mandate që janë certifikuar. Po, në rregull. Do dolëm aty, ju e thatë fjallën e juve, zoti Kroku. Ligji mbi qeverinë përpara nuk ka ekzistu. Del ministra e drejtësisë dhe thot jo, po Hashim Thaçi ka votu, ka qenë kryeministër dhe ka votu si deputet. Nuk ka pas ligj qeverisë atë. U kanë vetëm me thata u lanë ti veç postulati kushtetues. Po qeveria ka funksionu pa ligj. Po sa qumë. Tash vetë lëvizja vetëvendosje u tha këtu, mu sta përsëritum, e kanë bo ligjin 22-tën. Dhe e kanë kjo vetë ngulitje në nënin 26. Vetë ngulit. Po jo si janë edhe 4-5 nëna aty në 26. Jo, po nënin 26 o decidiv. Nuk mundet hem, që thë shqiptar. Është vërtet. Po, pa duhet shteti me braktisë qeveria. Po, nëse kthehemi tash në këtë rast, pse thash që kanë të dy palët e kanë prodhu një krizë pa nevojshme. Për arsye thjesht se do duhet të vlejnë praktikat e mira të së kalumes. Nëse ka kolizion ligji me kushtetutën, prevalenca kushtetuta. Po, në këtë rast, kushtetuta nuk e sqaron. Nuk e sqaron që situatë. Prandaj u dosh me marrë praktikat që kanë funksionu qeveri tjera. Po kush e sqaron qeveri tjera, Thaçi, Haradinaj, kanë qenë qeverin dorëheqje ose qeverin detyrë deri në pranim dorëzimin e detyrës. Kush e sqaron tani këtë çështje, Madoshe? Shiko, unë mendoj pak a shumë, ndoj mendimin me zotin Sholan këtë rast, për arsye se zoti Kurti e kum thonë, insistoj, nuk është interesu me kriju qeveri për 7 muaj, jo njerëz. Çka i vynë? Çka bon me to? Plus me gjatën një numra. Nuk është interesuar? Nuk është, absolutisht nuk është interesuar. Sepse e tha mentori. Unë e kum thonë prom. As një lëvizje, as një takim, as një intensitet, as një dinamik si ka dhonë kësoj qështje. Shikur u bo, shikur as nuk po mërzitet për atë. Vazhdi që të përshtypje kalon s'paku të na qëmimi me politik nga kondi i komentit politik ose analizës, ndërka që tash ju në bëhen dhe 2 gabime fatale për shtetin aty. Të cilat deputeti zgjedhuj popullit Kosovës nuk banë me leju. Gabimi i parë është flamuri që këta e quajnë kombëtar. Në institucionet e Republikës Kosovës nuk ekziston flamuri tjetër, kolegë. Ekziston flamuri historik, ekziston të shoqatat e dola nga lufte, mund me mojt zyre si që mund vetëvendosja, mund me mojt të shpija, pse jo, në institucionin e Republikës Kosovës, flamuri tjetër post Kosovës nuk guxon me post. Nuk ishte i afishuar.